A janë të ngrënshme lëkurat e qepës? E vërteta do t'ju befasoj. Qepa është një produkt që gjendet në kuzhinë, përdoret me shumicë në receta të përgatitjes për shije të ndryshme. E më e rëndësishmja është se një nga përbërësit kryesor mund të jetë edhe qepa në sallatën e fshatit. Por çfarë ndodh me lëkurën e saj? A mund ta konsiderojmë atë si të ngrënshme? Përfitimet për mjedisin dhe shëndetin janë të larmishme. Është e vështirë për të ngrënë e gjallë, por sigurisht jo e lehtë për t'u tretur. Pra, nuk është e mundur të konsumoni të gjallë lëkurën e qepës, pas edhe të përfshirë atë në receta të ndryshme. Por qepën mund ta përfshirni në supa, në çaj, brenda bukës ose në kopësht si ple. Lëvorët e qepës mund të përdoren gjithashtu si ple për bimët e tjera. Duke i mbledhur ato në një vend të posaçëm për një kohë të gjatë, dekompozimi i tyre do të krijojë edhe mineralet e duhura për të pasur një rritje më të shëndetshme të gjitha zarzavate ose perimet të kopshtit.